Alo? Mirëmëngjesi, kryetar, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Arben Ahmet, jam drejt për drejt nga Kanada. Shpresoj që nuk po ju pengoj fillimisht. Jo, për kundërshtar. Si shkojnë punët, kryetar? Eci nga lagë. Më vije mirë. Pyetëm fakt, interesi kryesor pse të kam thirrur është, kuptoj, ka ndodhur subvencionimi ndonjëherë nga dëmët që ndodhen nga vërshimet në Skënderaj apo ende është asgjë realisht e papaguar nga ministria? Përjashtimisht ekonomive familjare që janë kompenzuar dikun mosën 70%, bizneset dhe infrastruktura publike përfshi këto dhe bujqësia nuk është subvencionu fare. Pra, i bie që ka pasur selektim edhe në këto kompenzime? Po. Pse nuk ka pasur pagesa të menjëhershme të gjithë dëmit që është vlerësuar? Jo. Ekonomitë familjare janë kompenzuar dikon pas një viti, nëse s'ka bëj dikon gjysmë e dy ose të parë të vitit kaluar. Ndërkohë që nga 2023 apo flasim, Po, infrastruktura publike përfshin anurat, shkatrume kemi fillu me forcave tanake kemi rregullu për faktin se ka qarkullim ato nyje kryesore të infrastrukturës publike. Kanalizime gjitha vlerësimet i ka, domethënë autoriteti qendror, përfshirë domet në biznese që janë shkaktu edhe në bujqësi, por që nuk nga informatat që kam nuk janë kompenzu as janë nga këtu kategori. Përjashtimisht ekonomitë familjare, dikon mosën 70%, kështu i kam informatat që në bazë të listat që kemi pas me familje që me kanë deklaru që janë kompenzu kjo pjesë. A ka ndonjë arsyetim? Apo çështje teknike? Jo, absolutisht, jo. Në aspektin procedural, ajo që na takon si komunë, në komisioni komunal i ka bo vlerësimet, i ka adresu në komisionin qendror. Komisioni qendror janë ndalë në verifikim, i kemi prit, i kanë konstatuar se vlerësimet kanë qenë reale dhe pastaj na është nga komisioni që është në dorën e qeverisë me i bë një procedurë me kompenzimet. Dhe kështu ka mbetur gjithë procedura e pa kompenzuar. Gjithë procedura janë lëndë, krejtësisht të dërguar i kanë në AME, komisioni qendror, ndërkohë që për materi nuk e di pse nuk e kompenzuar. Mirë, ka ndonjë